Lavdi Zotit. Praise God. Zoti është i mirë God is good. dhe mirësia e tij vazhdon për And His jetë. goodness endures forever. Ai është i mirë ditën e diel, He is good on Sunday. ai është i mirë të hënën, He is good on Monday. të martën, On Tuesday. të mërkurën, On Wednesday. edhe në çdo ditë, çdo moment. In every other day. 24 orë në ditë ai është i mirë. 24/7 He is good. Ai na ka vajosur me vajin e gëzimit, He has anointed us with the oil of joy, të shërimit, of healing, të çlirimit of deliverance, dhe të bekimit. and of blessing. Por duke jetuar në këtë botë, But while living in this world, shpesh herë ne marrim nga pluri i kësaj bote. sometimes we receive from the dust of this world. Edhe ajo që Zoti më ka vendosur sot në zemër And është what God has put in my heart today shkunde pluhurin e botës is shake off the dust of the world që të jesh i lirë for you to be free, për të adhuruar Zotin. to worship God. Fjala e Zotit thotë The word of God says, te 1 Kronikat kapitulli 4 vargu 9 dhe 10 1 Chronicles 4, 9 and 10, që Jabeci nderonin më tepër se vëllezërit e tij. says that a boy named Jabez, he honored God more than his own brothers. Tani mamaja e tij e kishte lindur me dhimbje dhe vdiq gjatë lindjes. His mom gave him birth and she died during giving him birth, and she had a lot of pain. Dhe ajo i vuri emrin dhimbje, Jabez do të thotë dhimbje, And she gave him a name that meant pain, që do të thotë pikëllim, which means sorrow, do të thotë telash, which means struggle, do të thotë vuajtje. which means suffering. Këto janë etiketa që bota shpesh na vendos ne. And these are labels that sometimes the world puts on us. Por fjala e Zotit thotë, But the word of God says, ai kërkoi ndihmën e Perëndisë Izraelit he asked the help of the God of Israel, dhe Perëndia e bekoi atë. and God blessed him. Perëndia e mbrojti God protected him, dhe Perëndia transformoi jetën e tij komplet. and God transformed his life totally. Prandaj sot duhet të them, So that's why today I want to say, nëse ke ardhur i mërzitur, if you have come upset in this morning, nëse ke ardhur i ofenduar, maybe you have come offended, nëse ke ardhur i trishtuar, maybe you have come sad, nëse ke ardhur i vetmuar, or maybe lonely, feeling lonely. fjala e Zotit sot The word of God today mund të thyej çdo etiketë, can break every label, edhe ti mund të ngrihesh dhe të thuash, and you can raise and say, unë jam i lirë në I emrin e am free Jezusit. in the name of Jesus. Unë jam i bekuar, I am blessed. unë jam i I shëruar, am healed. unë jam i I çliruar am delivered. dhe unë jam i gëzuar. And I am joyful. Le të qohemi në këmbë Let's say tani, it all together. edhe le të marrim autoritet mbi emocionet And tona. let's receive authority over our own emotions. Shpesh besimtarët e krishterë thonë që nuk e ndijeni. Sometimes many believers say that they don't feel it. Le të marrim autoritet mbi ndjenjat tona So let's take authority over our own feelings. dhe le të themi jetës tonë, And let's say to our own life, adhuro Zotin. worship God. Le ta themi pas me. Let's declare all together. Në emrin e Zotit Jezu Krisht, In the name of Jesus Christ, unë thyej çdo etiketë negative. I break every bad label upon me. Unë shpall I declare ndjenjat e mia, my feelings, emocionet e my mia, emotions, rrethanat e my mia circumstances. nuk janë Zoti im. They're not my God. Jezusi është Zoti im. Jesus is my Lord. Dhe ai më ka dhënë autoritet And He has given me dhe unë authority. besoj në fuqinë e I ringjalljes. believe in the power of the resurrection. Fuqia që ngjallja dhe prisë të The dekurit. power that resurrected Jesus from the dead. Është në mua sot It is in me today. dhe në ta And in Him, unë merr autoritet I receive authority mbi trupin tim, over my body, mbi dhimbjet e mia, over my pain, mbi vuajtjet e mia. over my Dhe unë i suffering. qortoj në emër të Krishtit. And I rebuke them in the name of Jesus. Largohu tani. Leave right now. Unë shpall që djalli